Ishte një djalë shumë i keq, i cili ishte bëu bajat me nonën e tij. A kemi kësi raste plot sa dush. Andaj nuk është e çuditshme këto që po e tregoj vëllezër të nderuar. Sepse ndoshta çdo kush afër në lagjën e tij ka një nonë e cila është largu nga djali i tij, apo në fakt djali është largu nga nona e tij, ka ikë ose baba. Dhe i ka non vetën. E ky djalë nuk po mundet ta bardh më nonën e tij, siç po ndodh edhe në kohët e sodit, kur dy të ri sapo martohen, po largohen dhe po vetmohen në banesat e tyre të vetme. Për çka? Po ti bën një nonën i babek në shtëpi. Po do na vetën me qenë në shtëpi. Po çish bre vetën me qenë në shtëpi. Çish bet ka rrit me mund, të ka eduku, ti ka dhënë të gjitha të mirat, të ka martu. E ti tash po e lën, ti po shkon ka pe lën. Ky djalë e mori nonën në shtëpinë, po e hyp në shtëpinë, e po e çon në mal me lon diku në vetmi. Siç ka të tillë dhe ju tha, që i marrin në shtëpinë nonat e tyre ta çojë Alil Kastratin në shtëpinë të moshume. Yazık ju koft. Yazık. Ky po e merr në shtëpinë e po e çon thellë në mal diku, por nona e tij po e din se ky po e çon me myt. Ka një coflet për e len rrugës. Tu shku në shtëpinë të djalit, po e len rrugës ka një coflet. E len djali dhe kthehet, kur kthehet e humb rrugën. Nona po i vërtet, o djali jam, ktheu. U kthy djali. Në rrugën tha, ka kemi arti kum lon do fleta, niçi fletat dhe shkojsh në shtëpi, tha, se jum tut mos po hupish. Djali po mendon me myt nonën, ndërsa nona po mundohet me pështu edhe në qatë moment. Qe kush jeti? Qe në qfar forme bien djali, kur djali nuk edukohet mirë. Kur djali nuk e merr edukimin fetar pikëspari. Kur nuk ja di vlerën prindit, kur nuk ja di vlerën familjes.